Mirdita, sot kemi një salat me kunguj me kos. Këtë salat ma ka kërkuar dhe një zonjë se si e bëj. E falenderoj nga zemra atë dhe gjithë ato që më ndjekin. Shumë nga zemra. Këtu kemi kunguj të prerë në feta të holla. Kemi dy kunguj, mami? Dy kunguj kemi. Dy kunguj. Këtu kam kos, majoneze, kripën dhe hudhrat. Në fillim, filloj me skuqjen e kungullit. Kam vënë tigani në zjarr të jetë ngrohtë, mos të jetë shumë i nxehtë që kungulli të digjet dhe të mos piqet, duhet të jetë vaj mesatar, që kungulli edhe të skuqet të marrë ngjyrë, edhe të jetë i butë, mos të jetë i thatë, i papjekur. Siç e shihni, vaji është jo shumë i nxehtë. Nuk I kam hedhë as krip as një gjë kungullit, se të lëshohet kripa dhe e lëshon si ujë. Është kungullit të skuqet mirë. Nuk I lejmë shumë kungullit të natahet, duhet jetë I butë, sa të marrë një ngjyrë. Si që shikoni, kungullit u skuqen, kanë dalë me këtë ngjyrë, janë të butë, nuk janë të thatë që të mos hajnë, po kanë marrë ngjyrën e vetë. Po, janë bërë tani. Tash filloj me salcën. Salca. Çfarë na duhet aty, mami? Sa do 2 luk kos. Po. Atë salcën e bën sa të kesh kunguj. Po. Dhe shton, nuk varet, nuk ka mas salca. Po. Mund të bësh 4 kunguj, 5 kunguj, ke një tavolinë që mund të kesh shumë vetë, në tavolinë dhe shumë të shtosh salcën. Po. Mi po kam bërë, sa për ta treguar, 2 luk kos, 2 luk kos, një luk majonezë. Dy luk kos pra, një majoneze të plot, majoneze e shumë shije, ndaj e ka ndryshimi salca nga majoneze, pra 2 luk kos. Këtu kam hedhur 8 luk kos dhe 4 luk majoneze. Tash shtoju hudrat. Sa hudrat? 4 me 5 thelpa hudrave. 4 me 5. Dhe I shtypim atë. Kam hedhur 3, shtoj edhe një thelp hudrar. Pak krip, mami tash I Kripën? Kripën me hamene. Kripën e hedh pa mas, do të provosh një qik sa kripën. E shoj 3-4 herë mund ta çoj, 4-5 herë. Mullimin, Se majoneza ka që ka të si ëmbëlsirë, nuk e ka si edhe kosi po ashtu. Shtojmë dhe pak vaj ulliri. Shumë pak vaj ulliri se ka marrë kungulli. E përzi. Tani këtu për shembull një njeri mund ta provoj pak salcë. Po, kripën e provon, kripën e ke në dorë, nuk është e provon. Po, kripën, mos do më shumë hudra, mos do më shumë krip. Atë ka në dorë. Në fillim fillojmë me shtrimin e salcës, gjithmonë me shtrimin e salcës.
Te kjo salcë nuk kam hedhur uthullën, sepse kungulli nuk shkon me uthull. Edhe patërgjani nuk e kam skuqje futa në fund të sopës se pi shumë vaj, ndërsa kungulli sado që të pi nuk pi si patërgjani. Dhe prandaj kjo është diferenca. Që kungulli skuqet, patërgjani futet në fund të sopës si mos të dalë salca gjithë vaj. Dhe një nga një tashisi për salca shtojmë kungullit. Shojmë prap salcën. Këto janë salca që mund t'i vësh në çdo trapez. Dhe ke dy lloj salcave. Salcë me patlıgjane kur ke që shtron një tavolinë. Edhe shkojnë me çdo lloj, me mish, jo me peshk, me çdo gjë të Gati e mami? Po. Hedhim pak vaj deri vetë. Ata salca është gati. Kjo është sallata me kos, me kungull, del shumë e shijshme. Faleminderit për shikimin.